Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim një iftar special me makarona të mbushura me mish të grirë dhe do t'i bëjmë këto makarona në formë trëndafilash, në formë boçe trëndafilash. Janë shumë të thjeshtë dhe të shpejtë për t'u përgatitur, por dalin shumë të shijshme të dashur miq. Ju sugjeroj që një nga këto iftare t'i provoni. Edhe në pamje kanë bukuri për syrin, se janë si trëndafila, brenda janë të mbushura me mish të grirë, dalin shumë të shijshme, ne I shërbejmë me kos, me hudhra. Ju sugjeroj shumë që t'i provoni. Kam një supë me perime, ëmbëlsira dhe ç'na ka mbetur nga një ditë më përpara. Supa është shumë e thjeshtë, do të përdorim një presh, 2 karrota dhe pak brokoli. Preshin e kam përdorur në vend të qepës, kam shtuar një herë preshin me karrotat dhe I kam kaurdisur, gjithashtu do t'i shtoj dhe pak salcë. Brokolit, siç e shikoni, I presim në copa të vogla dhe I lëm një 10 minuta sa të bëjmë kaurdin në këtë mënyrë, sepse lëshojnë një lëndë që është shumë e dobishme për ne. Për këtë arsye duhet të rrinë të prera një periudhë kohe, pastaj të shtohen në supë. Në këtë mënyrë marrim maksimumin e brokolit. Për ta shtuar supën, unë kam përdorur 2 lugë oriz, por ju mos I shtoni 2 të dashur miq, 1 lugë orizi është më se e mjaftueshme, sepse orizi shton shumë dhe supa trashet më shumë se ç'duhet. Nëse për supën përdorni patate, prej patates do të trashet vetë. Mund ta bëni dhe me patate për ta trashur, jo me oriz. Siç e shikoni, këtu kam mishin e grirë, I kam shtuar një qep të bluar në blender bashkë me hudhra, me 2 thelbinj hudhër, dhe po e rregulloj me erza, si origan, piper të kuq, piper të zi dhe krip. Këtë mas e punoj mirë me dorë, nuk ka nevojë për vezë, sepse nuk do e përdorim për qofte. Thjesht do lyejm petën e makaronave me këtë mas mishi. Një gotë miell, gotë 250 ml, pak krip dhe një kokër vezë, dhe do të formojmë një brumë, jo shumë të butë, jo dhe shumë të fortë. Nëse ju bëhet I fortë, mund ta lini një 20 minutë që të pushojë dhe pastaj ta hapni. Veza të përzihet mirë, I kam shtuar shumë pak ujë, mund të them 2 lugë gjelle uji, sa për të hapur pak vezën, dhe pastaj e kam përzier, kam formuar një masë brumi, të cilën e kam lënë një 10-20 minuta të pushojë sepse lëshohet më mirë, dhe pastaj kam filluar ta hap. Por keni parasysh që me këtë përmas formojmë thjesht vetëm një petë të dashur miq, dhe trëndafilat që përftova nga një petë për mendimin tim ishin të pakta. Për këtë arsye unë bëra edhe një petë tjetër më pas. Pra masat juve ua kam dhënë thjesht për një petë, mund të bëni 2 fishin e kësaj mase brumi që të përftoni 2 petë të mëdhaja. Kjo është dhe supa. Nëse perime do t'i kishim prerë të vogla, ndoshta nuk ka nevojë dhe as ta fruloni. Mund ta shërbeni dhe si supë dhe si gjell. Unë e kam fruluar. Keni parasysh që mos të shtoni më shumë oriz se ç'duhet. 1 lugë oriz për të trashur supën është më se e mjaftueshme. Siç duket dhe në video, brumi ka pushuar dhe është goxha I butë. Do ta hapim një petë, si zakonisht, si petë byreku. As shumë të trashë dhe as shumë të hollë, një petë të mesme, dhe do ta ngjyejmë me mishin e grirë që përgatitëm. Gjëja e vetme që do të keni parasysh në formimin e këtyre makaronave si trëndafil është që petën, pasi ta mbështjellim, nuk duhet që ta shtrëngojmë fort, sepse kur ta presim edhe thika do ta shtrëngoj. Për këtë arsye do ta rretulloni shumë lehtëshëm, pra që të formohen bukur trëndafilat. Po e shtrënguat shumë, trëndafili nuk do të duket, do të mbetet si një shtullung pastaj e fortë. Pra nuk do ta shtrëngoni hiç, vetëm thjesht do ta rretulloni sa më lehtëshëm aq më mirë, sepse kur ta presim do ta shtrëngojë thika nga fundi. I presim me një madhësi mesatare, si 1 centimetër e gjys ose 2 centimetra, jo më të mëdhaja, dhe I kemi gati për t'i përdorur në gjell.
Pra, në këtë mënyrë kemi përftuar disa ravioli të mbushura me mish të grirë, shumë të shijshme dhe të shpejta, nuk na kanë munduar që ti mbyllim duke i ngjitur apo duke i dhënë forma të ndryshme. Në këtë mënyrë të dashur miq është shumë e thjeshtë. Siç e pat, unë bëra edhe një petë të dytë, për familjen time, 2 petë janë më se të mjaftueshme. Në një blender kam shtuar qep, specë të kuq, 2 karrota dhe me këto perime do të formoj një lëng ku do t'i fus makaronat të zjenj. Kësaj mase i kam shtuar gjatë kaurdisjes dhe pak salcë dhe pastaj i kam shtuar ujin e nxehtë. Makaronat i kam futur në këtë masë me lëng me ujë të nxehtë dhe i kam ulur gradacionin pasi i kam futur të gjitha në lëng. Mos i trazoni, nuk ka nevojë t'i trazoni, lërini ashtu siç i kemi vendosur, thjesht mund të hapni pak vend me lugë siç kam hapur dhe unë, që t'i fusim të gjitha. Unë i kam shtuar pak rigon lëngut, i kam shtuar dhe krip, kuptohet, dhe i kam ulur gradacionin të zjenj avash derisa këto trëndafilat të fryen. Siç e shikoni, trëndafilat janë fryrë, mirë dhe prap formën nuk e kanë humbur, nuk janë hapur pra që të prishen në tenxhere. Ne i servirim me kos me hudhra. Ky është thjesht kos që janë ngrirë brenda 2 thelpinj hudhër. Kam shtruar në fund të enës pak kos me hudhra dhe i kam vendosur përsipër trëndafilat e mbushura me mish të grirë. Janë shumë të shijshme të dashur miq, ju sugjeroj që t'i provoni. Ne madje kos me hudhra u hedhim dhe pak përsipër dhe në atë mënyrë i konsumojmë. Kjo ishte edhe receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po mos harroni t'i jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Në tavolinë kam gjithashtu tullumba, që recetën e tullumbave e keni në kanal, mund t'u angjis poshtë videos, linkun e videos së tullumbave. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.